Këto zgjedhje mbahen në kushte jo demokratike, ku lideri i partisë së dytë opozitare në vend mbahet peng i drejtësisë së kapur. Partia e Lirisë, pjesë e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, do të angazhohet shumë fish, jo vetëm për të fituar pa diskutim 8 deputet në listë të hapur, por për të rrëzuar përfundimisht regjimin autoritar që ka vendosur rilindja përgjatë qeverisjes së saj. Qeverinë e krimit nuk do ta shpëtojë as përdorimi i administratës në fushat zgjedhore, as blerja e votave me parat që u kanë vjedhur qytetarëve, as opinionistët e blerë në mediat e shitura dhe as drejtësia me regjim. Aleanca për Shqipërinë Madhështore do t'i fitojë këto zgjedhje me frymën e shpresës dhe optimizmit, me programin e saj të shkëlqyer që mbështet familjen, arsimin, shëndetësinë, bujqësinë dhe zhvillon ekonominë.